Mira protestues antiqeveritar mbushën rrugët e Beogradit të premten me pankarta në duar duke kërkuar zgjedhje të parakohshme. Protesta u organizua dhe u drejtua nga studentët të cilët kërkojnë që ata që janë përgjegjës për shembjen e qatisë në një stacion treni në Novi Sad në nëntor, që vrau më shumë se 16 vetë, të dalin para drejtësisë. Zgjidhja e situatës është të gjenden përgjegjësit për shembjen e qatisë të plotësojnë kërkesat e studentëve. Meqense nuk del asgjë nga kjo, ky është plani B për fat të keq. Ne të gjithë do donim që kjo do të mund të ishte zgjidhur në janar ose shkurt, ose më herët, në mënyrë që të mos na duhet të humbasim kohë këtu, dhe të kërkojmë zgjedhje të parakohshme, u shpreh një protestues në Beograd. Tubimet e përditshme që filluan në nëntor, pas shembjes së qatisë në një stacion treni në Novi Sad, u përhapën në të gjithë Serbinë dhe u bën sfida më e madhe për sundimin e presidentit Aleksandar Vučić në vite, me protestuesit që denoncuan korrupsionin dhe pa aftësinë e përhapur të cilat ata thonë se quan në katastrofë. Në janar Vučić hodhi poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme, pasi kryeministri i tij dha dorëheqjen mes protestave në rritje kundër qeverisë. Kryeministri Miloš Vučević u bë zyrtari më i lartë që dha dorëheqjen pas shembjes së qatisë së Hekurudhës. Në prill, parlamenti i Serbisë miratoi profesorin e mjekësisë pa përvojë politike, Đuro Maqut, si kryeministër të vendit ballkanik.